cilën e quajtëm si plota e parë. Presim një intensifikim të reshjeve sonte, pra ka filluar intensifikimi i reshjeve. Presim 3 plota, kemi kaluar një plot mbrëmjen e djeshme, në cilën kemi arritur një pik rreth 1 metër kub në sekond gjatë natës. Dhe më pas presim një intensifikim të reshjeve mbrëmjen e sotme. Ka filluar të rritet intensiteti shiut dhe kemi marrë gjitha masat, si shikohet me gatishmëri të plot, jo vetëm me stafin, por edhe me gjitha mjetet e makinerit që kemi në zotrim. Duke qenë se Komani është një nga basenet më të vogla të kaskadës, është dhe baseni më i rrezikuar në terma të prurjeve, kështu që më përpara, për shkak parashikimit të kushteve hidrometeorologjike që kesh kishte, ka marrë masat që tuli kuotat në fakt shumë herët që në datën 11 nëntor. Rreth datës 13 nëntor kemi njoftuar të gjithë njësitë e qeverisjes vendore, përfshirë edhe Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, që sipas parashikimeve tona prisim që të kishim një set e reshjesh goxha intensive. Për thënë të drejtën, parashikimet e kesh kanë qenë shumë të sakta. Ne i shoqërojmë gjithmonë në parashikimet e satelitëve të aviacionit civil, por edhe komunikime me publikun që kemi pasur dje nga salla operacionale e emergjencave civile, kanë qenë shumë sakta. Gjithçka që ka ardhur nga kesh, duke pasur parasysh edhe oraret edhe plotat për cilat ju keni folur, sigurisht në termin e energjisë, ne na intereson për sa i përket kaskadës, por nga ana tjetër edhe çka po ndodh në të gjithë territorin. E kemi thënë gjatë gjithë kohës që problemi më i madh që ne kemi në rastin e Komanit është pikërisht prurjet anësore, ato që vijnë nga treni, dhe për thënë drejtën janë të dukshme. Tani në rrugën që u bëra, për shkak se ne zakonisht në Koman vim me varkat e vogla, dhe sot për shkak të motit unë kam bërë në rrugë toktore, duke parë pak edhe kantierin dhe ecurinë e punimeve si është duke shkuar, dhe kam parë që gjithë prenjtë anësor ishin duke u derdhur në liçen, kështu që plotat ne do t'i kemi, por nga ana tjetër tani ka filluar që të ketë intensitet edhe në zonën e Lezhës, edhe në zonën e Laçit dhe në zonën e Shkodrës. Duke krijuar këtu problematikat që ishin parashikuar, por që edhe ne kemi marrë masa dhe shpresoj që të më jenë sa më të pakta. Ndërkohë që për energjinë sigurisht këto janë prurje të mirë pritura. Patjetër që ne na duhen këto momente. Sa e kemi kotën në këto momente në Koman? Kota në këto momente është rreth 167 metra mbi nivelin e detit, duke na krijuar një rezervë rreth 7 metra deri në kotën maksimale, pikërisht për të pritur intensifikimin e reshjeve të mbrëmjes sotme, si dhe presim dhe një front të dytë që mund na vi gjatë ditës së premte, do filloj nesër, gjatë ditës së premte do intensifikohet, dhe është ajo që tham për të marrim masat paraprake për të ulur sa më shumë mundësinë e shkarkimeve pa prodhim. Momentalisht jemi me regjim prodhimi në maksimum, pra si hidrocentrali Komanit ashtu dhe Vaudeja se ka regjim në prodhimit në maksimum për të procesuar sa më shumë prurje nëpërmjet prodhimit, dhe kjo është e mira e gjithë kësaj situate. Ndërkohë sa i kemi prurjet në Vat Dejës? Në Vaun e Dejës prurjet për momentin janë rreth 200 metër kub në sekond, vetëm prurje anësore, përveç ato që sjell Komani nëpërmjet prodhimit. Fjerza vazhdon të qëndrojë mbyllur, pra është një regjim i mirë përcaktuar nga kesh me qëllim. Pra qëndron e mbyllur përkatësisht për të mos rënduar situatën në Koman, si dhe për të akumuluar sa më shumë ujë në basen e Fjerzës, i cili ka kapacitet shumë herë më të madh dhe kemi mundësi të akumulojmë sasi shumë më të mëdha ujë. Kemi shpallur gjendjen e gatishmërisë që prej ditës së njëjtë dhe të gjitha turnet janë me forca të shtuara 24 orë në 7. Jemi në koordinim dhe me të gjithë strukturat e tjera shtetërore, si ato vendore, si ato qendrore, për të lajmëruar dhe paralajmëruar qoftë edhe nëpërmjet sistemeve tona të parashikimit situatat që mund të ndryshojnë në dinamik për shkak të lëvizjes frontit. Ka një kalim të frontit në fakt në basenin e Fjerzës, aty ku na intereson. Pra tani që flasim, ka një kalim të frontit zonën e Alpeve, e cila shpesh e pengon dhe shkarkon një sasi reshjesh më e madhe në theth, por atje kemi shumë më shumë mundësi të absorbojmë dhe të akumulojmë ujë. Nga ana tjetër edhe Dibra ka filluar edhe ka reshje intensive nga mëngjesi sotëm,
Madje ka pasur edhe zona me problematikë nën ujë, që kjo është pak e rrallë për zonën e Dibrës për shkak të gjeologjisë malore që ka. Festi e kemi parë që mbrëm në darkë që djenë bazdita, që ka filluar që ketë intensitet të rritur të rreshjeve. Kështu që për sa i përket anës energjetike, besoj që gjërat do të shkojnë mirë dhe shpresoj shumë që të përballojmë të gjithë problematikat e tjera që po vijnë nga rreshtet, sidomos në lindje të vendit, ndërkohë që pastaj pjesa tjetër e vendit duket sikur është nën kontroll për momentin. Si e? Përshëndetje, që të kam një zonë këtu. Mirë, ja, këtë situatë. Me këtë situatën e rreshjeve, po që ju në koma në zone. Janë që 4 agregatet. Të 4 agregatet janë në punë, janë nga gatishmëri plot, nuk kanë asnjë problem. Dhe po themi që ky është momenti që po prisnim, sepse për shkak të një viti shumë të thatë, këto evente rreshjesh na ndihmojnë për të përmirësuar situatën energjetike në vend. Në rast se parashikimit do të qëndrojmë me 3 plotat, situata do të përmirësohet ndjeshëm. Mendojmë që do akumulojmë dhe Vaudejës të 5 agregatet janë në punë. Vlen për të përmendur se gjatë stinës së vjeshtës, momentin kur ishim në thatësirë, kemi testuar të gjitha portat e remontit dhe portat e tuneleve shkarkimit, që në rast se do duhet përdoreshin gjatë dimrit, janë të gjitha të testuara dhe certifikuara që funksionojnë dhe bëjnë lëvizjen e plotë dhe mekanizmin e duhur për rast emergjencash. Shumë mirë. Jemi në bjefin e poshtëm, tu është praktikisht bishti i liçenit të Vaut të Dejës. Dhe mund të dallohet daljet e 4 turbinave që janë në punë. Gjithashtu dhe liçeni Vaut Dejës ka një kuotë mjaft përshtatshme për momentin, është rreth 71 metra. 71 mbi nivelin e detit, duke na lejuar një rezervë rreth 4.5 metra, e cila jo vetëm na jep mundësi të akumulojmë prurje në liçenin e Vaut Dejës, por dhe lehtëson punën për prodhimin e komanit, pasi kur rritet shumë Vaut Dejës mund të krijojë problematika edhe në prodhimin e komanit. Shumë mirë. Paktën këtu punët janë të gjitha në rregull, skuadrat janë në gatishmëri. Plotat ne kemi parashikuar, mund të ketë lëvizje të vogla dinamike edhe për shkak të erave të forta që ka në këto momente, sidomos zonat e tjera, sepse tham që lart në ditë ka shumë erë, apo jo, ne ku jemi të mbrojtur për shkak edhe të ndërtesës të turbinave. Në ndërkohë që vazhdojmë punën me kapacitetet flota, si në Koman ashtu dhe në Vaut të Dejës, qëndrojmë në komunikim të vazhdueshëm, ti sigurisht do qëndrosh vetë gjatë këtyre 2-3 ditëve në kaskadë, ashtu siç tham, pret edhe një plot tjetër të premte, pra do të kemi edhe një prurje, po edhe agravim të motit, pra do ketë disi një përmirësim të motit gjatë ditës së njëjtë, por më pas do ketë një agravim tjetër të premte. Megjithatë ne jemi të përgatitur dhe çka është e rëndësishme dhe çka duhet i themi gjithë njerëzve, nuk parashikohet hapje e portave. Sepse ky është problemi kryesor dhe është shpeshherë abuzohet edhe me lajme. Në rastin e përmbytjes së Nën-Shkodrës, flitet gjithmonë për hapje të portave, ne po e bëjmë me dije që i kemi kapacitetet dhe volumet, pasi kemi punuar nga data 11 nëntor për të liruar volumet dhe kemi rreth 4.5 metra mundësi për të akumuluar në liçenin e Vaut Dejës dhe rreth 7 metra në liçenin e Komanit. Ndërkohë që të 5 agregatet e Vaut të Dejës janë funksion dhe 4 agregatet e Komanit janë funksion, thjesht qëndron e mbyllur për të akumuluar sa më shumë dhe për të rritur nivelin e liçenit. Unë të mbarë gjithë dhe qëndrojmë kontakt.